data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme. Sot kam bërë përpjekjen e fundit të miratojnë së pari zgjatjet buxhetore. Nuk kishte vullnet mjaftueshëm politik pas dështimit të djeshëm në kuvendin e Kosovës, pra për zgjedhjen e qeverisë, kushtetuta kërkon që të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Sot kam pranuar zyrtarisht edhe vendimin e kuvendit, ku konfirmohet edhe formalisht një gjë e tillë dhe menjëherë kam mbledhur partitë politike për konsultime. Mirë po para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit, sot kam bërë përpjekjen e fundit që partitë parlamentare të kthehen edhe sot gjatë ditës njëherë në kuvend dhe të miratojnë së pari zgjatjet buxhetore në mënyrë që as pagat e qytetarëve tanë e as funksionimi i shtetit tonë të mos bllokohen për të kemi buxhet bele deri në fund të marsit 2026. Fatkeqësisht përkundër përpjekjeve të mëhershme dhe përpjekjeve të sotme nuk kishte vullnet mjaftueshëm politik që këto vendime të rëndësishme për qytetarët tanë të kryhen sot para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit. Ju njoftoj se ka ekzistuar baza kushtetuese e qartë që edhe pas dështimit të mandatarit të dytë të kuvendit, kuvendi të mblidhet dhe të marrë vendime. Megjithatë, në mungesë të vullnetit politik që të merren këto vendime, nuk ka pasur zgjidhje tjetër pos që menjëherë sot ta nënshkruaj këtë dekret, pra kuvendi tashmë është i shpërndar. Ta themi hapur, një Kosovë e dobësuar është humbje për të gjithë. Një Kosovë që pengohet të ecë përpara nuk i bën nder askujt. Dhe një shtet që humb fondet Bashkimit Evropian dhe të bankës botërore në shumë prej 1 miliard euro e më shumë, humb besimin e partnerëve dhe me të humb edhe perspektivë. Por mos votimi në kuvend rrezikon pra ta zbeh edhe sukseset që janë arritur deri tani. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor, 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Ekzistojnë pastaj afatet e ankesave, pas kësaj fillojnë procedurat e asgjësimit të materialit zgjedhor, pastaj procedurat e përgatitjes së platformës për shpalljen e rezultateve preliminare dhe asaj të numërimit, cilat duhet të ripërtrihen me parametrat e zgjedhjeve të përgjithshme. Para fillimit të fushatës, janë edhe njësër veprimesh e që janë regjistrimi subjekteve politike dhe koalicioneve dhe certifikimi i kandidatëve, hedhja e shortit, shpallja e flet votimit e veprimet e tjera. Për më tepër, duhen së paku 2 javë hapësirë kohore për mundësuar votimin jashtë vendit dhe duhet pasur parasysh që sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar. Në mesin e gjitha këtyre janë edhe procedurat tenderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n.